Kalaja e Kaninës prej muajit maj të vitit kaluar ishte nënshtruar një procesi të plot rikonstruksioni, i cili përfshin ndërhyrje restauruese dhe konservuese në të gjithë hapësirën e saj. Aktualisht ka përfunduar puna në murin rrethues, si dhe janë realizuar ndërhyrje gjeologjike në zonat problematike. Arkeologu dhe menaxheri i projektit Syria Lela ka theksuar se punimet janë drejt përfundimit me shpresën që të mbyllen brenda 3 muajve. Ai e cilëson këtë si një projekt shumë të rëndësishëm kulturor, monumental dhe arkeologjik. Gjithashtu janë vendosur infopointet dhe janë bërë ndërhyrje të tjera që i shërbrejnë projektit në funksion të zhvillimit të turizmit dhe rritjes së numrit të vizitorëve në fshatin Kanin. Projekti pritet të përfundojë në mesin e muajit qershor. Ne kemi filluar prej fundit muajit të maj me ndërhyrjet restauruese konservuese në gjithë kalan e Kaninës pothuajse. Aktualisht kanë përfunduar restaurimi dhe konsolidimi i kreut të murit, të gjithë murit rrethues. Janë bërë gjitha injektime dhe ndërhyrje gjeologjike që kanë patur shumë probleme me muret rrethuese, sidomos në pjesët e jashtme të saj ku terreni dhe erozioni ka bërë punën e saj. Ne tashmë jemi drejt përfundimit të punimeve dhe për rreth 3 muaj besoj se e mbyllim të projekt kaq madhor dhe shumë interesant, si nga aspekti arkeologjik dhe nga aspekti monumental. Gjithashtu, përveç gjithë restaurimit, konsolidimit kreut mure dhe kalas Kaninës janë ndërhyr edhe në pika shumë të rëndësishme, siç ishte kulla e sahatit, e cila kishte një dëmtim shumë të madh, siç janë disa projekte instalacione që janë bërë për rregullimin e gjithë mureve mbajtëse të kalas Kaninës, janë bërë stola të rinj, janë bërë sot tashmë kemi edhe një info point shumë të këndshme që do jetë edhe pritja e vizitorëve. Kemi bërë lidhjen me kaldrëmin e jashtëm nga Kalaja e Kaninës që do shkojë në pjesën e fshatit Kanin, e cila do jetë shumë e rëndësishme sepse përveç kalas njerëzit duhet që të vizitojnë edhe fshatin, i cili është futur tashmë tek 100 fshatrat turistik. Kemi filluar me aksesimin dhe zbulimin e gjithë kaldrëmeve të brendshme të kalas Kaninës, e cila ka itinerare të ndryshme ku zgjatet edhe vizitueshmëria për turistët. Në këto momente ne jemi duke bërë edhe drenazhimet për kalan e Kaninës që të gjitha ujërat sipërfaqësor mos dëmtojnë më muret siç i kanë dëmtuar në vite, por të jenë të sistemuara dhe të mirëmbajnë këtë kala. Lela ka nënvizuar domosdoshmërinë e ndërhyrjeve dhe për shkak të problemeve gjeologjike që paraqiste kalaja, ndërkohë gjatë punimeve janë zbuluar dhe objekte me vlera të rëndësishme arkeologjike, si një ndërtesë e periudhës osmane. Zbulimet tregojnë se kalaja ka gjurmë që nga periudha ilire duke vijuar me antikitetin e vonë, periudhën bizantine, ato osmane dhe deri në luftën e parë botërore, ku në këtë zonë ka qenë i vendosur një garnizon i ushtrisë italiane. Deri më tani nuk ka pasur studime të thelluara, por këto gjetje dëshmojnë rëndësinë e madhe historike të kalas së Kaninës. Kalaja e Kaninës, për të thënë të vërtetën, ishte në gjendje shumë të dëmtuar. Ajo kishte pasoja shumë të rënda, sidomos në bazat gjeologjike të themelit të mureve rrethuese, por gjithashtu në pjesën jugore të saj dhe perëndimore ka një shëmbje gjeologjike shumë të madhe muri rrethues, i cili tashmë do i nështrohet të ngritjes së saj me mikropilota dhe do rivendoset edhe muri që të jetë gjithçka e unifikuar. Gjatë gërmimit të mikropilotave u zbulua dhe një banesë e periudhës otomane, e cila në pjesën e bodrumit arrin në thellësinë deri në 3.20 metër. Brendësia e kalas Kaninës nuk është e gërmuar në aspektin arkeologjik dhe studiuar. Ne në disa sondazhe që kemi kryer për ndërhyrjet restauruese kemi vënë re që ka një numër shumë të madh banesash dhe kjo tregon që Kalaja e Kaninës ka qenë e banuar përgjatë gjithë shekujve të saj, sepse muret rrethuese në fazën e parë fillestare e kanë në periudhën qytetare ilire ku është ndërtuar me bloqe kuadratik të palidhur me llaç dhe më pas vazhdojnë periudhat e mëvorshme të antikitetit vonë, të periudhës bizantine dhe deri në periudhën otomane dhe më vonë deri në 1900 can. Këtu gjithashtu ka qenë instaluar edhe një garnizon italian gjatë luftës parë botërore, ku ne kemi gjetur gjatë restaurimit edhe pllakada të cilat i kushtohen Viktor Emanuelit, ushtrisë së tij, po ashtu kemi edhe ndërhyrjet restauruese të cilat të fundit janë bërë në fillim të viteve 70 dhe që prej atëherë, prej afërsisht 50 vitesh nuk ka patur asnjë ndërhyrje në këtë kala kaq interesante, e cila është
shumë përrallore për nga aspekti arkeologjik, historik edhe kulturor. Vlera e këtij investimi arrin në 1.9 milion euro dhe përfshin jo vetëm Kalan e Kaninës, por dhe Kalan e Borshit dhe Shpellën e Spiles, të cilat janë shumë të rëndësishme për zhvillimin e turizmit. Pritet të jetë gati, mendojmë që në mes të qershorit dhe sezonit turistik do e gjetë hapur këtë kala me të gjitha asetet e saj, sepse fatmirësisht ne këtu kemi edhe një ndryshim të jashtëm që do i bëhet Kalas Kaninës dhe besojmë që me rritjen e kapaciteteve, sepse turizmi tashmë po merr një rëndësi shumë të veçantë, do ketë një vizitueshmëri shumë të lartë. Vlera e investimit nuk është e përcaktuar vetëm për Kalan e Kaninës, sepse ne njëkohësisht po bëjmë ndërhyrje serioze konsoliduese edhe në Kalan e Borshit, e cila ka një rëndësi të vetën, dhe në Shpellën e Spiles, e cila do të përfundojë brenda muajit mars rikonstruksioni i saj me aspektin dhe sinjalistikën turistike. Edhe investimi i tërë është 1.9 milion euro për të 3 monumente të kategorisë parë. Është një vlerë jo e madhe, themi, por ka vlerën më të madhe sepse ka prekur të gjithë aspektin gjeologjik, sepse edhe Kala e Kaninës ka patur problematikat e saj gjeologjike, gjithashtu dhe Kala e Borshit ka problematika akoma më shumë. Mirë ishte që të kishte një investim akoma më të madh që të identifikoheshin dhe të zbuloheshin të gjitha ambientet brenda Kalas. Punimet në Kala pritet të përfundojnë gjatë muajit qershor, me qëllim që ajo të jetë gati për sezonin turistik, e pajisur me të gjithë infrastrukturën e nevojshme dhe e gatshme për të pritur një numër edhe më të lartë të vizitorësh.